Donald Trump dhe Teherani shkëmbyen kërcënime në distancë teksa mundësia e një sulmi ushtarak amerikan ndaj Republikës Islamike po bëhet më e dukshme me lëvizjen pranë brigjeve të Iranit të aeroplanbajtëses së Shteteve të Bashkuara Abraham Lincoln. Përmes rrjetit social personal Truth, presidenti amerikan i bëri thirrje Iranit të ulet në bisedime për një marrëveshje për armët bërthamore, pasi në të kundërt siç tha ai, sulmi i ardhshëm ndaj këtij vendi do të jetë më i keq se ai i qershorit. Një armatë e madhe po i drejtohet Iranit, më e madhe se ajo e Venezuelës, shkroi Trump. Ndaj kërcënimit të shefit të shtëpisë së bardhë reagoi misioni i Iranit pranë Kombeve të Bashkuara që shkroi në rrjetin X se Irani është gati për dialog, por do të kundërpërgjigjet si kurrë më parë për të mbrojtur veten. Teksa aeroplanbajtësi amerikane Abraham Lincoln dhe anijet mbështetëse kanë mbritur në lindjen e mesme, ato nuk janë ende në pozicionin përfundimtar, por brenda rrezës së goditjes së Iranit. Lëvizjet e fundit janë të ngjashme me ato të qershorit të vitit kaluar kur avionet amerikan i erdhën në ndihmë Izraelit për të goditur sitet bërthamore dhe raketore të Iranit.